Shitet globale të automjeteve plotësisht elektrike dhe hibride u rritën me 26% në shtator krahasuar me një vit më parë, duke arritur një rekord prej 2.1 milion njësish, njoftoi firma Euromotion. Kjo rritje u nxit nga kërkesa e fortë në Kinë dhe një valë fundit të kredive tatimore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kina përbën rreth 2/3 e shitjeve globale me rreth 1.3 milion njësi, ndërsa Amerika Veriut gjithashtu shënoi një rekord, pasi blerësit u përpoqën të siguronin stimujt para se të skadonin. Kina është tregu më i madh i makinave në botë. Shtatori, që zakonisht është muaji më i ngarkuar për blerjet e makinave, shënoi rritje të shitjeve, pasi blerësit përfituan nga subvencionet për shkëmbimin e veturave para se disa rajone të hiqnin ato gradualisht. Kërkesa në Shtetet e Bashkuara u rrit fal nxitimit për të përfituar nga kredit tatimore federale prej $7.500 për automjetet elektrike. Megjithatë, kërkesa pritet të ulët ndjeshëm në tremujorin e katërt, pasi konsumatorët dhe bizneset do të humbin aksesin në këta stimuj. Evropa gjithashtu arriti një nivel të ri të lartë, ndihmuar nga masat nxitse në Gjermani dhe kërkesa e fortë në Britani. Dalja në tegë Tesla Model Y në kontinentin e vjetër pritet të intensifikojë më tej konkurrencët në muajin e vijim. Regjistrimet në Europë zgjeruan me 36% në 427.541 njësi, ndërsa në Amerikën e Veriut u rritën me 66% në rreth 215.000. Shitjet në pjesën tjetër të botës u shtuan me 48% në 153.594 automjete.